Tronditet bota e televizionit humb papritur jetën aktori i njohur. Aktori amerikan T.K. Carter, i njohur gjërësisht për rolin e tij në serialin televiziv Punky Brewster, është ndarë nga jeta në moshën 69 vjeç. Sipas mediave amerikane, Carter u gjeti pa jetë premte në banesën e tij në Duarte, Kaliforni. Autoritetet konfirmuan se në vendngjarje nuk janë konstatuar shenja dhune apo rrethana të dyshimta. Një telefonat emergjente kishte njoftuar policinë, e cila pas mbërritjes konstatoi vdekjen e aktorit. Familja e tij nuk ka bërë ende publik shkakun e ndarjes nga jeta. Karriera e Carter shtrihet në më shumë se 4 dekada me role të spikatura si në televizion ashtu edhe në kinematografi. Një nga interpretimet e tij më ikonike mbetet ai i Nauls, guzhinjerit me patina në filmin kult The Thing të regjisorit John Carpenter. Në televizion, Carter u dallua për aftësinë e tij për të kaluar me lehtësi nga komedia në dram, duke interpretuar personazh të paharrueshëm në seriale të ndryshme, dhe në kinematografi ai ka lënë gjurmë në role dhe në filma të ndryshëm. Paraqitja e tij e fundit përfshinte serialin dramatik The Company, Joe Kip dhe Company Dave.